atje ku lind fenomeni. I kemi paraprit keqe sepse një produkt i certifikuar që në fermë apo që në stallën e blegtorisë është shumë e lehtë. Pastaj ato kontrollet që ka planifikuar AKU-ja, ato mund të kenë vlerë se mund të zbulojnë raste sporadike, por kur ne fermerët i marrin inputet apo preparatet, insekticidet apo pesticidet, i marrin pa recetë, i marrin ku të munden, ka lloj tregtari, vin kontraband nga jashtë. Unë sfundmi nga që duke hulumtuar dhe duke diskutuar me fermerët, sepse është një lloj, kanë dalë manderinat edhe disa fruta tjera të kontaminuara me një preparat që vinte e marrim nga import, e marrim nga jashtë. Mirë, po pyetja normale ishte si ka mundësi që vendet që na rrethojnë, Greqia, Italia, përdor kantilla që kanë standarde evropiane, Bashkimi Evropian shumë më të larta. Nga ne nuk diskutohet si ka mundësi që qarkullon ky produkt dhe marka. Dhe e vërteta ishte bind se pastaj një specialist më shpjegoi që Eduard, atje ky preparat jepet për ullit. Ulliri e ka karencën, ai preparati kishte karencën 6 muaj. Mirë, po kur trajtohet ulliri, produkti vjen mas një viti apo mas 9 muaj, dhe kështu që nuk është i dëmshëm. Por kur ai lufton një insekticid në ullir dhe ti e përdor te mandarina apo te një produkt tjetër, produkti konsumohet brenda skadencës këtij preparati dhe ai kthehet shumë i dëmshëm. Pra, në momentin këtë e parandalon receta agronomit. Askush nuk duhet guxojë që të trajtojë bimën apo kafshën pa qenë justifikuar me recetë nga agronomi që është i lirë, dhe kjo bëhet shumë thjeshtë. Çdo fermer i kërkohet që të jetë i lidhur ligjërisht me një agronom të drejtorisë bujqësisë, qoftë edhe të dalin profesion të lirë siç janë kontabilistët, siç janë gjithë profesionet e tjera, edhe ti kërkohet të vihet që në momentin që del produkti nga ferma apo nga Pra këto i vendos Ministria e Bujqësisë aty në dispozicion agronomët? Po janë janë agronomë të drejtorisë e bujqësisë që thjesht bëjnë statistika për Statin dhe për Ministrinë e Bujqësisë dhe nuk dinë asgjë. Unë kam thënë edhe herë tjetër, aty si fakt për produktet që eksportohen, se këto që qarkullojnë tregun e brendshëm nuk ka, bile ju e ditë që para 2-3 ditësh doli një rast që ishte pamundur, doli produkti kontaminuar dhe nuk gjendej origjina, sepse ai tregtari tha unë nuk di ku e kam bler, nuk ishte faturë. Mirë, po për atë produktet që shkojnë në import do kalojnë dogan dhe është një lehtësi për ta kontrolluar dhe është një certifikat fitosanitare që lëshon një agronom i cili shkon dhe bën një shikim të produktit në një kontroll vizual dhe lëshon një certifikat që ky produkt nuk është i kontaminuar dhe ajo është një procedurë burokratike për të kaluar në dogan. Pas kësaj pastaj ne hasim ato fenomene që kontrollet në hyrje në Bashkimin Evropian Kroaci dalin produktet tona të kontaminuara sepse ai produkt nuk duhet certifikohet nga ky agronomi që nuk di çfarë ka përdorur fermeri, s'ka pas regjistrin e fermës asgjë, po duhet certifikohet nga ai agronom që e ka ndjekur që në kryterës të produkt dhe ai marrë edhe përgjegjësinë ligjore, ndërsa produkti deli kontaminuar. Pra vijon procesi zinxhir. Po është një diskurs shumë i rëndësishëm sepse ka lidhje me sigurinë ushqimore me jetën e njerëzve, ja vlen ta bëjmë. Nëse ndalemi pak edhe tek subvencioni 10% për fermerët, si e shihni këtë skemë, analizën tuaj? Po, unë pata mundësinë që të isha në Komisionin e Ekonomisë i thirrur nga përfaqësues të sindikatës së fermerëve, ku paraqita opinionet e fermerëve. Është edhe për fermerët është një masë e mirëpritur. Ka qenë propozimi i fermerëve 6 vjet më përpara që kanë kërkuar një subvencion për njësitë prodhimit. Ky nuk është motama subvencion për njësitë prodhimit, por është subvencion nëpërmjet faturës tatimore, por deri diku varet nga njësia e prodhimit dhe është parafruar propozimet fermerëve. Por ka disa të meta që krijojnë përjashtime dhe pabarazi. Krijojnë përjashtime sepse në projekt ligj parashikohet që ta përfitojnë të kompensim për 10% vetëm fermerët që shesin te subjektet që lëshojnë faturë tatimore me TVSH. Për teleshikuesët dhe për juve, biznesi jonë është i organizuar në disa fasha. Bizneset që realizojnë deri 100 milion vjetra xhiro në vit nuk janë subjekte tatimi vlerë në shtuar. Mirë, po dhe ato tregtojnë fruta perime, produktet fermerëve, lëshojnë dhe ato faturë për fermerët, por nuk është me TVSH dhe këta janë përjashtuar ashtu siç ligji është shkruar. Ne kërkuam deputetët komisionit parlamentar që ta amendojnë për ta përfshirë të fashë të fermerëve. Sepse në fakt relacioni projekt ligjit po ta shikosh
Kjo masë speciale aplikon Bashkimit Evropian dhe presupozohet në relacion që është marrë nga ne dhe në mirë po atje ka sensin e përfshirjes, sepse kjo skemë speciale e kompensimit me normë fikse për fermerët bëhet për fermerët atje që nuk janë subjektit të TVSH-s. Mirë po këtu, duke aplikuar kështu siç është parashikuar në projekt ligj, në vend që të krijojë gjithë përfshirje, krijon përjashtime. Përjashton edhe fermat e organizuara mirë që janë subjektet të TVSH-s se prodhojnë mbi 100 milion vit, dhe këto i përjashton dhe krijon paparazi. Paparazin po e shpjegoj thjesht për teleshikuesin. Në rast se dy fermerë kanë prodhuar domate, mirë po ndalin në treg një javë diferencë, njëri e shet me 1000 lekë kilën dhe merr 100 lekë për kile kompensim, njëri e shet me 500 lekë kilën dhe merr 50 lekë. Mirë po